Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Kënaqësia ime dhe nderi është që të kam të ftuar njerëz të suksesshëm. Një nder i madh është për të ftuar edhe këngëtarët. Këngëtarët gjithmonë janë mësuar të këndojnë, edhe kur ti marrësh në intervistë ndonjëherë thonë, "Malla, nëse ka mundësi më vështirë me këndu, por unë sot e kam kënaqësinë që ta shpalosim një rrugtim të jetës të një artisti ton shqiptar nga Kosova Gjilani. Është Bekim Ibrahimi, është një ndër këngëtarët shqiptar me karrierë të gjatë muzikës, mjaft i njohur, sidomos tek bashkëdhetarët, që jeton jashtë vendit. Ai është aktivist si artist, kompozitor dhe instrumentalist, me muzikë që shpreh përmban elemente patriotike dhe tradicionale. Gjithmonë shqiptarët tonë e kanë pas traditë gjithmonë me këndu këngë patriotike. Bekim, a di çfarë po kënaqesh me çat prapaskenën tonë, me ato gitarët, me ato instrumentet, me ato gjona që i ke renditën aty për mbrasë. Mirë se ke ardhen, edhe kënaqësia ime që sa do të shpalosi rrugtimin tënd të jetës tënde, të karrierës të muzikës. Mirë se i gjeta, dhe unë nuk flas anglisht, por do të them hello Amerika, hello shqiptarë në Amerikë, hello gjithë djegësit tonë kudo që jeni. Unë të falenderoj shumë që më keni dhënë mundësinë që të jam pjesë e emisionit ju. Të uroj shumë suksese si moderator. Noli Show gjithashtu shumë suksese me gjithë stafin që Noli Show që ka pjesë Alp TV dhe Nimit TV. Pra, me që jam të falenderimit, të falenderoj edhe Federatën Vatra. Mos mendoni se ne nuk ju njohim andej. Edhe ne që jemi në Zvicër, më afër Shqipërisë se ju, domethënë edhe ne përshëndesim shumë Federatën Vatra në Amerikë, që është një shtëpi si e bardhë për gjithë shqiptarët andej. Dëgjoj, në fund ju keni ardhur me një këngë të Skënderbeut. Shumë njerëz, këngëtarë tonë, këndojnë, por kanë herë edhe i anashkalojnë njerëzit, figurat e shquara, do me thonë si Skënderbeu, figura më e njohur shqiptari që edhe e parë se është mirë prit shumë mirë, edhe të kanë ftuar disa media shqiptare në Shqipëri, edhe besoj që kemi pa disa intervista që qeni buzëqeshun, i mirë pritën, edhe shumë i gëzuar për këtë. Si ka qenë ai rrugtimi i asaj këngë që kush e ka shkruar dhe nga erdhi kjo ide? Bashkë. Si që thallë atë, do më thonë figura Skënderbeut është një nga figurat më madhore të gjithë shqiptarët, që historia Skënderbeut e njoh me gjithë, është një figurë që gjithë shqiptarëve në mbledh për rreth Skënderbeut. Pra, unë do të citoj edhe një herë fjalët se sikur Skënderbeut që e tha shqiptarë në Shqipëri, unë ja kum sjell me këngë Skënderbeut, po Skënderbeut e kum gjetë të gjithë shqiptarët, edhe sidomos edhe të ju shqiptarët në Amerikë. Pra do të çdo shqiptar, me çdo shqiptari është Skënderbeu. Pra, ti edhe unë dhe gjithë tjerët jemi Skënderbeu. Është një këngë që më ka marrë kohë, pothuajse derisa kemi ardhur te metafora, se nuk jam i pari, as nuk do të jem i fundit që kam kënduar për Skënderbeun. Po, gjithmonë me bashkëpunëtorët e mi kemi tentuar që si ta gjejmë një formë që të këndojmë për Skënderbeun, që të shkruhet për Skënderbeun, po më ndryshe se tjerët. Derisa, po them një tentim një vjeçar ka qenë vetëm për tekstin, a? Derisa në një moment për këtë këngë janë bërë bashkë 2 poet. Se një nuk më mjafton të si duket, pra 2 janë Lindita Fida dhe Jaj Fida nga Tirana, që i përshëndes shumë dhe i falenderoj shumë për këtë tekst, vetëm titulli Unë jam Skënderbeu, sa kum lexuar e kum thirr Jahën, i thonë o Jahë, mos e prek, se kjo është ajo që kërkoj unë. Domethënë, edhe nga bashkëpunëtorët, domethënë nga teksti është Jahë, Lindita dhe Jahë Fida nga Tirana. Do që jemi të bashkëpunëtorët, lejo që t'i përmend gjithë në radhë që mos t'i harrojmë. Domethënë kompozimin e kum bërë vetë, regjinë dhe skenaret i bëj vetë, kurse orkestrimin dhe masterizimin e ka bërë Edmond Shulali, që falenderoj shumë Edmondin për punën që e ka bërë, dhe komplet që duket kjo këngë në publik dhe në televizion është kujdes si gjithmonë Artfabe Fazli Berisha nga Gjilani. Pra, edhe për mishtru edhe më shumë krenari këngës,
është ansambli Aziz Ndreu, pra Avni Ndreu është koreografi, që ka bërë koreografi, edhe domethënë u kompletu si këngë dhe morë këtë formë që tani shihni ju. Do të dalim pak mbrapa, 6 vjeçar. Nga u inspirove burë me kënu 6 vjeçar, atë mëson prenderit, apo dëgjove diçka si filloi ajo? Po, është e vërtet, unë qysh moshën 6 deri 7 vjeçare, e ku marrë furkën e nenës, edhe ku më inspiru su kur lloj çiftelie, domethënë, ku marrë 2 tela kështu, e kupton? Edhe ku kap disi, edhe ku fillu. Domethënë, këtë ma ka vërtetu edhe motra e babës tem është 90 ca vjeçare. Është edhe librin tem që shkruan një libër për mua, monografi, Gaja Fida, edhe ajo ka vërtetu në intervistë, e ka thënë këtë, thotë, po, thotë, e mbaj mend bekimin shumë mirë, thotë, qysh kur ka qenë shumë i vogël, kur ku shku, thotë, te vllau, thotë, ki gjithmonë, thotë, me furkën e nenës, thotë, e merr dhe bënte si çifteli. Ajo është një vulë, se është mbi 90 vjeçare, hallerë, edhe e ka vërtetu. Po, domethënë kam filluar qysh në atë morë, domethënë jo se ndoshta e kum pas atë dije, jo se e kum pas atë ide se do arrit dikun apo s'do arrit, po nga vetja, po mos haro se edhe në atë kohë s'kemi pas instrumente, nuk kemi pas gjëra, sikur sot tani që shef ti prapavin teme që më thua këtu, pra këtu jemi në Swiss Music, jemi në biznesin tem, e i shef tanto instrumente, do në atë kohë nuk kemi pas, po i kemi saju vetë. Po, shpirtin e artistit i kemi pas gjithmonë. Bekim, mbasi jemi te furka, mos e përmende, duket që afër aty ke një çifteli. Kishëm pas dëshirë ta ndëgjojmë vetëm një refren të vogël, se më shumë të do të jetë biseda dhe rrugtimi i karrierës tënde. Patjetër, kam një çifteli këtu. Vazhdo. Tani treba, do luaj një pjesë. Edhe diçka do luaj në çifteli. Faleminderit, kënaq se jesh pak me ndëgjue, mo relaksu pak me telat e çiftelijës tonë, që është instrumenti që kur nuk shuhet, vetëm çdo herë për triet. Atëherë, nga kjo gjithë e kemi filluar. Kjo është domethënë që na identifikon me muzikë shqiptare. Këtë e mbaj, po që i shef këtu instrumentet, gjithë klientët mi javë tregojnë fund, ato që kanë dëshirë, domethënë se mbyesin me çka merresh ti me që ke këtë biznes të instrumenteve, tregoj thonë jam nga Shqiptaria. Po, thotë, cili instrument lumë, thotë, parë, thotë, këtu kam fillu. Edhe domethënë, është shumë befasi kur e shohin se gitarit e me 6 tele, 10 e 12, e kjo thotë me 2 tele, thotë, çfarë tingulli. Thotë, kjo është nga tradicioni. Thotë, këtë e lumë vetëm shqiptari. Mund me lumë të ndonjë tjetër, po këtu shkon me gjak vëlla. Kjo është e tradicionit, kështu që unë mburrem edhe çdo shqiptar mburret për këtë çetim. Rrugtimi juaj dhe sakrificat e juve gjatë luftës edhe gjatë ardhjes në Zvicër edhe si e ke gjetë vetveten? Po, patjetër. Do natin ishëm në kumar Zvicër, do thonë edhe nga i moment njeriu në çdo vend që shkon është një vend i huaj, sepse Zvicra është shumë e bukur, ligjet e Zvicrës janë shumë të mira, dhe njerëzimi është shumë i mirë, po për mua ka qenë një vend i huaj. Edhe sot, po tani kam 34 vite që jetoj këtu, e respektoj këtë shtet, se ky shtet do më ka dhënë këtë mundësi domethënë që punoj të veproj, domethënë edhe në gjithë tjerëve, domethënë kam një përparësi shumë të madhe, po për mua prapë ishte një vend i huaj. Po domethënë me kalimin e kohës fillova duke integruar dhe fillova edhe me muzikë, duke u bë live muzikë këtu. Pasandej nga live muzika unë hap këtë biznes, kam qenë 11 vite që unë hap biznesin Swiss Music për instrumente muzikore, kemi shumë lloje. Nga pjesa e para luftës me luftën, tani nga ana familjare, po e them, unë kam një periudhë 10 vjeçare që nuk kam mundë me shku në Kosovë për shkak dokumentacionit, për shkak situatës andej. Në atë kohë nuk kemi pasur kështu lloj teknologjie që me pa njeriu me kamerë, domthonë familjarët e mi me një farformi kum pa nga video që i kam po familjar tjerë, po kështu
që me fol direkt me live me kamerë, nuk kemi pas teknologji, kështu që 10 vjet nuk e kum pa nonën, po gjithë familjen tjerë, vëllezër po se kanë vëllezër këtu. Po nonën e babën 10 vjet, domethënë nuk. Jo. Pastaj kur mbaroi lufta, kryu reformën, po shkova pas Kosovë. Kjo është nga ana aspektit nga familja, kurse nga ana aspektit të muzikës, ku më vazhdu këtu me live muzikë, të 20 vite, edhe domethënë unë nga aspekti i punës time domethënë në art, më don 2 faza, faza e para luftës dhe faza e mbas luftës. Në para luftës i kam 3 albume muzikore, i kam 22 këngë dhe 2 kështu me instrumentale, 24 total. Dhe tani nga 2020 fillova prap me këngë, që domethënë me këngën e Skënderbeu nga 2020 është kënga 36 që e kam promovuar deri tani. Këngë për u që kanë ke bo shumë. Çdo shqiptar ka bo. Ju keni bërë diçka në veçanti, edhe çdo këngë juaja gjendet në arkiv, studio që është po një ndër më e njohura. Secilët këngët këndon me shpirt dhe me zemër, si e kemi mujtë ta vërtetojmë. Por një rast na ka manitur në Zvicër, kanë ardhur disa zviceranë, kanë dëgjuar këngën. Zakonisht këngëtarëve gjithmonë ju hedhin lek, ju hedhin parë, por te ju ka ndodhur diçka tjetër. A mund të na tregoni çka ka ndodhur dhe çka ju ka dhënë juve zvicerani? Tani nëse ke fjalën për një moment ku mi ka dhuru nga 2 pllaka me ari, se ke këtu. Po. Dhe tani shive të kun ndodhi shumë gjëra, unë jam 20 orë në ditë aktiv, që ta dini gjithë, edhe din. Në atë periudhë domethënë po flasim para 27 viteve, deri 30 vite, dikun të kanë 97-ta, domethënë në për lokale këtu ku bë muzikë, edhe klientët tonë kanë qenë 99% shqiptar, ka pasur ndonjëri shok që kanë marrë se çaputimën e kanë marrë atë, dhe një moment erdhë pronari tha Bekim, tha kur ta mbarosh muzikën, tha po të kërkon tha një 3-4 persona, janë 2 persona edhe një femër, një nga Gjinja Febrore, po nuk janë shqiptar, thash po mirë. Kur mbarova pjesën time, shkova i përshëndet, ai ishin 2 zviceranë edhe një gjermanisht fliste, po ishte nga shtete tjera, nuk ishte zvicrane. Thash po, nënim keni kërku, tha po. Tha, dëgjoj, tha, ne nuk i kemi kuptu për mbajtjen, që ke këndu tu, po tha, ngjyra zërit tënë, tha, mimika jote, transportimi jo, tha, tek ne ka në emocionin a ka prej. Tha, muj me të bo një dhurat. Thash po, se doni pse jo, tha, nuk du, tha, me të në pare, tha, i kam 2 pllaka, tha, nga 10 gram me ari, tha, nëse të me të dhon. Thash, unë i pranoj këto, thash, po që ta dish, thash, unë jam i martu. I ka parë, tha, mirë, kënë në regull. Thash, po, isha i fejum nga të ko, edhe, thash, po, faleminderit, thash, me që personalisht, po, mi dhërën në këto, edhe i ka dhëru, më 2 pllaka nga 10 gram me ari, 24 gram. Kjo është diçka më e veçantë, se domethënë në live muzikë 20 vite ka aq shumë gjëra të bukura që kanë ndodhur, domethënë shumë forma të mira, domethënë që shumë raste, po vetëm kur më pyet direkt pasandej e cek mikët. Atëherë ke bo edhe shumë balada. Pëlqejnë balada? Po më pëlqejnë, unë tani jam i muzikës popullore, muzikës patriotike, lirike domethënë edhe balada. Edhe këngë dashnie, këngë ritmike domethënë për sypse jo. Unë këto 4 zhandra unë koncentrohem. Këtu e kam atë forcën më të madhe. Se dojmë pak për lokalin tënë me këto instrumente të bukura që i ke prapa shpinës tëne, gitare, piano, edhe një instrument në mes 3 gitareve, për mbas te është si në harku, nuk i di se si quhet. Edhe në të rego se si furnizohen njerëzit me këto gitare, o a vinë ushtrojnë, apo si shkon puna e këtij lokalit, biznesit, ju lutem. Po, kjo është biznesi jam, personalisht një ime, domethënë këtu ku punu, domethënë që 11 vjet që po, ka pas 2 vite para pregaditje, kështu po them si total të 15 vite. Është një biznes që domethënë e ku fillu nga zero, do tani ku arritu këtu, tani duken video një pjesë, po ne kemi domethënë
gjitha instrumentet me tela, llojet e gitareve, kemi të gjitha instrumentet hardcore që nuk duken tani këtë pjesë, lokalisht me 2 pjesë si shkronja L. Edhe kemi instrumentet frymore, gjitha instrumentet frymore, edhe kemi tastierat, pianot dhe fisharmonika. Ne jemi të koncentruar këto instrumente. Tani ne I marrim instrumente, sidomos këto instrumente që janë në vitet e 70-ta, 80 ose nga 60-ta deri në 90 ose deri në 2000. Do ndoshta nuk janë gjendje shumë të mirë, ne I servisojmë, një pjesë I servisojmë vetë, një pjesë tjetër I dërgojmë te profesionistët që janë për ato punë, për ato instrumente, dhe domthonë I bëjmë gati dhe I kemi këtu, dhe vinë domthonë në klientë, shumica vjen profesionistë, po klientët e mi janë pikërisht nga vendi juaj, nga Amerika deri në Ukrainë. Kemi dëgjuar se një ndër saksofonistët I famshëm të Tina Turnerit, me sa e di. Po, saksofonisti Tina Turneri ka qenë me një bashkëpunëtorin tem, me një Gjerman nga Gjermania. Me thonë drejtën, nuk kam ndonjë video, s'kam pasur kohë fundit ndonjëherë bëj video me kështu artist që janë botëror, po nuk kam bë video, ai ka marrë saksofonin tek unë. Pasandej kohë fundit para një 3-4 muajve ka qenë prapë një saksofonist që nuk ja di mbi emrin, po emrin Nick, e kishte me një kapel të zezë kështu, dhe më tha një pjesë në New Yorkët që unë nuk e dija, është me njohur tha. Është tha unë bëj ka 7-8 orë tha jazz muzikë. Ishte rang që domthon në këngëtarëve botëror, ai luante ata, më thon drejtë këtu në biznesin tim ka bë 3 orë saksofonit ka luaj, dhe I thonë edhe shumë njerëz, tash kam çdo ditë muzikant, kam çdo ditë profesionist, po vjen ndonjëri që është lart e më lart. E nuk I di ku është fundi. Ati ja thash Nikut, ndëgjoj, nëse saksofonit ja marrë një komplet tastaturën, ja hek komplet, është ti prapë kimi linë, se ti aq mirë, thash ti, është profesionist, tha që edhe ishte shumë fantastik. Domthon, kemi klient nga Amerika deri në Evropë. Nuk bën brenda një ditës, është një punë, duken këto instrumentet, po është një punë që unë punoj domthon nga 10-12 orë në ditë, 6 ditë në javë, mos thonë edhe 7 ditë në javë. Domthon, unë jam 20 orë aktiv, domthon, me punën, me sportin edhe me artin. Atëherë kisha pas dëshirë për shqiptarët e tonë dhe për të gjithë ata që dëgjojnë, na tregosh ku gjendet ky vend, në cilën qytet të Zvicrës, adresën që sadoqoftë me ardhen edhe me rregullu gitarët, por edhe me të ndëgju ndaj refren, ndaj këngë, ndaj diçka. Pse jo? Po, unë jam këtu në Zürich, mund të aeroportit Zürich, thirrët qyteti jam Gladbruck, 8152 Gladbruck. Jam kapur tani që bëj edhe intervistë, aeroplanat fluturojnë mbi ndërtesën time. Tu jam nga këtu ku e shoh tani ku flas intervistë, e shoh pistën e aeroplanave. Wow. Po jam gjithë në aeroportin e Zürich, jam Zürich. Biznesi jam thirrët Swiss Music. Nëse dëshironi në fund t'ja bëj një vizitë pa foto, shënon emaili edhe telefoni, nëse është e nevojshme, po prapë se prapë jemi për artin, është më me rëndësi prioriteti artin. Po kjo është kënaqësia jonja që shqiptarët e tonë janë të suksesshëm dhe hapin bizneset anë mban kudo qoftë në botë, edhe pse mos t'ju edhe promovojmë, pse mos t'ju vinë edhe të vinë. I vetëm jam për këtë lami të muzikë. Po, domthon ne si shqiptar këtu jemi mbi 200.000 shqiptar në Zvicër, do thënë drejtën, unë gëzohem edhe për veten time, po edhe për tjerët që kanë hap biznese, kanë puna, domthon nuk kanë puna vetëm thjeshta, po tani janë edhe në pozita, domthon është një arritje e madhe, domthon është një pozitivitet para komunitetit zvicran, domthon ne të tregoni shembull shumë të mirë domthon. Do dalim një pjesë të bisedoj rrugtimi yt për çdo mramje, dashma. Sa është e lodhshme edhe sa I angazhon se punojsh me një lokal shumë orë, edhe mramje ki darsëm, dileve ki darsëm. Sa I menaxhon edhe sa është e vështirë dhe sa është e lehtë për tyje? Domthon është një pjesë e vështirë, po të thon drejtën tani unë nga 2020 tani bëj vetëm këtë punën, edhe domthon që realizoj këngët, edhe që kam hapësirë që t'jem nëpërmjet juve. Po për live muzikë për moment nuk jam aktiv, se nuk më premton koha. Për shkak të angazhimit punës time. Nuk kam mundësi që t'jem ndonjë mbrëmje, kam shumë kërkesa gjithandej botës, edhe nga
nga Amerika, po deri sot s'ka marrë. Do shi do të vinë andaj, do të jere kohë që do të vjedhë në Amerikë, po për mbrëmje nuk kam kohë. Vetëm për ndonjë diçka më madhore, diçka të bëjë. Kemi pa Riga vajza juve, pianistja. Sa është talentuar edhe sa fëmijëve u ka lënë trashëgiminë e muzikës? Po, me që më pyetën nga familja, faleminderit shumë për këtë pyetje që më bën nga familja. Unë jam i martuar, kam 3 fëmijë, kam 2 djemër dhe 1 vajzë. Jem ka 26, 23 dhe vajza 12, tani më 1 mars, vajza e Riga. Shite, tani muzika është e trashëguar, vajza ime ka shfaq interesin të mëdha për piano, është duke shku në shkollë të muzikës 1 orë në javë, vetë me dëshira e ka filluar. Se jo që ja kam imponu unë, po ajo ka filluar tani, është rrugtimin e saj, fazën fillestare, po do të cekë edhe një gjë të vogël se 2 djemë të mi vetëm e futbolli e marrë komendu se s'kan interes për muzikë. Po ja, djali jemi 2 ka fillu ka 1 vit lumë kurse profesionist. Edhe djali 2 ka fillu me piano. Jo vetëm Riga. Ju kemi parë se çdo vjet e bën nga një videoklip. E bën nga një video çdo vjet ose çdo kohë e bën vjen diçka dhe bën sa është e lehtë ta menaxhosh atë punë. Se duhet kënga, kompozimi, shkrimi, për këngë, po. Po, unë nga 2020 deri tani 36 këngë kam realizuar, që diku afër të 70 këngë në vit kam realizuar, ndonjëherë edhe 10 këngë. Në kohën e fundit kam realizuar shumë këngë. Dëgjoj, nuk është e lehtë, pika e parë që njeriu ta gjejë një tekst ose ta bëjë edhe vetë, pas tekstit ta kompozoni këngë, ta bëjë regjinë dhe skenarin se si duket, pasandej të filloj dhe i gjej domthonë bashkëpunëtorët edhe realizoj këngët. Unë kam një sistem pak më të shpejt që realizoj këngët, befastoj dhe bashkëpunëtorët e mi, me thonë drejtën gjithë edhe atë nga studiot bashkëpunëtorët e mi, që i falenderoj shumë dhe ata, unë me 3 herë i këndoj këngët dhe realizoj këngët. Pesa të më thonë një herë kur i këndoj këngët studio, thotë mu së lodhë mu. Po pres, t'jep ma shumë emocione, për që i realizoj shumë shpejt dhe më thonë, edhe videot i bajmë brenda 1 ditë. Unë thonë, për me realizu një këngë, mu merr kohë maksimum 2 ditë. Një ditë ja kushtoj që i kem studio, ose një mbrëmje dhe ditën e nesër të bëj gjirimin e këngë. Nuk është e lehtë, po deri tani kam realizuar këto këngë ashtu po siç. Si zakonisht ne shqiptarët kemi dëshirë të dimë edhe pak për të ardhmen. Si mendon e ardhmja me qenë juaja, çka keni ndërmend, planet e juaja, programet e juaja, zgjerimi i biznesit, apo si e mendoni? Pyetja më interesante është se si është e ardhmja ime. Si kur t'isha e lartë Zotit, shumë mirë do ishte. Po pra, unë do të qëndroj këtu në punën time, do të qëndroj edhe me këngët e mia, domethënë, kështu që jemi në proces të sipër, domethënë shohim shumë të ardhshme do promovoj një këngë tjetër, komplet ndryshe nga Skënderbeu, komplet një temë ndryshe nga Skënderbeu. Domethënë unë këndoj këngë patriotike, balada, këngë ritmike, po dhe këngë natyrës pak më ndryshe, po gjithmonë do të ngelem shqip. Atëherë, jo për momentin edhe dini t'i bëni çiftelis. Me sa di une, dini sa instrumenteve tjera dini me ura. Unë luaj domethënë çifteli, aty kemi filluar. Pasandej me fisharmoni, me tastier domethënë me keyboard, synthesizerat, edhe piano luaj. Edhe gitare, pak. Këto 5 instrumente. Atëherë, një mesazh e duan nga ju për të gjithë rinin ton shqiptare që janë në rrugën e muzikës edhe që janë artista, të jetë një mesazh nga një artist i madh siç jeni ju. Mesazhi im është ndëgjoni shpirtin e ju, zemrën e juve, bëni rrugën e juaj. Kjo është mesazhi. Atëherë, gjithmonë e thamë se këngëtarin edhe instrumentalistin sa ma shumë ta mbajsh është kot, por unë për fond kisha deshte një përmbyllje të bukur të na i bëni me pianon e juaj ku e keni atje,
Edhe atëherë do të ishte kënaqësia jonë bile sa do qoftë një refren ta ndëgjojmë edhe ta përmbyllim emisionin me ju, sepse me të vërtet kënaqësia ime dhe kënaqësi e madhe për të gjithë shqiptarinë tonë që ju artistat janë ajo frymëzimi i popullit tonë shqiptar në mban kudo që janë nëpër botë. Sukses edhe pozitivitet edhe energji, mëse nal këtë energji që e ki kur mëse nal, vetëm vazhdo dhe hec, se jeta është... Shumë faleminderit edhe njerësh, ju përshëndes me që jemi në misionin në Amerikë, ju përshëndes gjithë shqiptarët andaj ku jeni, se kam edhe shumë miq nga Amerika, në shumë rrjete sociale të ndryshme, kam edhe një përkrahje të fuqishme edhe nga shqiptarët nga Amerika, që ta dim gjithë pra njerë gjithë juve, ju faleminderit juve që krani, pra i përshëndes në gjithë shqiptarët, në gjithë popull, jo vetëm në Amerikë, por gjithmonë ku janë shqiptarë dhe të ndajmë shqip. Atëherë të mirëpresim këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç po vinë edhe artistat tanë edhe po promovojnë, po këndojnë, po na arktojnë edhe në puna lanë mu mërzit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësia imja që ishe sot me mua së bashku këtu në Noli TV, ku ndiqet në kanalin 39 në TV Alt dhe në Nimi TV në kanalin 249, ku mund të shikoni 24/7 emisionet dhe këngë siç janë i Bekimit që këndojnë. Do t'i kemi muzikë. Atëherë mos harrojmë të nderuar shikues që unë do t'i kapi linkët e këngëve të i Bekimit, edhe mund t'i ndëgjoni në faqen tonë, vetëm i klikoni edhe mund t'i ndëgjoni. Bekim, faleminderit shumë dhe mirë ndëgjofshim.